Ish-kryeministri Sali Berisha kreu detyrimin për t'u paraqitur në SPAK 2 herë në muaj, siç e dikton masa e sigurisë, dhe nga ky institucion sulmoi sërish kryeprokurorin Altin Dumani dhe gjykatësen Irena Gjoka. Çdo vendim i Irena Gjok, që nga dita që ka mashtruar në formularët e dekriminalizimit, është i pavlefshëm, është marrë nga një person që nuk mund të ishte gjykatës. Altin Troplinit, avokatit të Mek Gonigal, të krimeve kushtetuese dhe armikut të betur, të pluralizmit, sklavit, të pasurive të paligjshme, apartamenteve e të tjerë. Nëse po ndikon, duke sulmuar ashpër organet e drejtësisë, Berisha përgjigjet. Jo, përkundrazi, kjo është një ndihmë e madhe që unë jap. Arrestojnë avokatin në Elbasan. Pse? Sepse guxoi t'i thot prokurorit, unë do të bëj padi penale. Çfarë fyrje dhe çfarë kërcënimi është ky? Ta arrestosh avokatin në këtë mënyrë, a e kupton ti që kjo është një terror mbi 10-100 avokatër që të mbyllin gojën në sallën e gjyqit? Lideri i demokratëve akuzohet për korrupsion pasiv, duke ndikuar në nxjerrjen e akteve në ligjore në favor të dhëndrit të tij Amar Bërmaltezi. Aktet konsistonin në privatizimin e ish-klubit sportiv Partizani, mbi trojet e të cilit janë ndërtuar 17 pallate. Dhëndri i tij, i bashkëpandehur, akuzohet edhe për pastrim parash me 2 biznesmenët. Dhëndri i tij, bashkëpandehur, akuzohet edhe për pastrim parash në bashkëpunim me 2 biznesmenët, Fatmir Bektashi e Xhimi Begeja dhe noteren Andja Pustina.